Me rastin e ditëlindjes Profetit Muhammed, Medreseja Korçës organizoi një koncert festiv të titulluar Profeti Muhammed, Krenaria e njerëzimit dhe Kurani mesazhi hyjnor. Në përshëndetjen e tij, kryetari i Komunitetit Musliman të Shqipërisë, Haxhi Selim Muça, e cilësoi Profetin Muhammed udhëheqësin më të madh dhe edukator dhe mësues të pashoq. Është një ditë e lumtur për neve, sepse të gjithë së bashku kemi patin të festojmë ditën e lindjes pejgamberit alayhis salatu vesselam, i cili, si që tha këtu, është njeriu më i madh i të gjithë kohrave. Njeriu më i madh dhe më i vlefshëm i të gjithë kohrave, që i mësoi njerëzisë si të ecin, si të duan njëri tjetrin, si të falin njëri tjetrin, si të besojnë Zotin e madhruar, sepse të nderuar vëllezër dhe motra, pa besuar Zotin, pa dashurinë për Zotin, pa dashurinë për njeriun, pa dashurinë për natyrën, pa dashuri për gjithë gjendjet e gjalla, njeriu nuk ka kuptim në këtë botë. Të pranishmit i përshëndeti edhe deputeti Korçës Njerazi, ministri i Financave Ridvan Bode, i cili tha se qeveria ka vendosur që medresesë Korçës t'i falet trolli ku ajo është ndërtuar. Dëshiroja të shprehja respektin dhe mirënjohjen në emër të qeverisë shqiptare ndaj komuniteteve fetare, ndaj komunitetit musliman dhe besimeve të tjera në ringjallërimin e jetës shpirtërore të popullit, në një edukim të përshtatshëm për çdo individ, i cili është aq i rëndësishëm për të ndërtuar një paqe sociale, për të ndërtuar një shoqëri në thelbin e të cilës qëndron mirëkuptimi, pajtimi dhe ndihma ndaj njëri tjetrit. Qeveria para 2 javësh ka vendosur për t'i dhënë falas trollin, mbi të cilin është ngritur medreseja dhe të ambjenteve përreth, në kompensim për shumë pronave që ka. Por atë që do të theksoja në mënyrë të veçantë, unë jam krenar, dhe këtu shkëlqësia e tij përmendi se do të ndërtohet në universitet. Jam krenar që ne kemi në Korçë një medrese, që do të hapim në Shqipëri një universitet fetar të formimit islam. Dhe kjo ka të bëjë me faktin se në këto shkolla, këtu në Shqipëri, ne mësojmë të besojmë te Zoti sipas traditës sonë. Dhe tradita jonë fetare është nga traditat më të ndritura të kombeve të tjera. Sepse tradita e besimit islam është tradita e tolerancës, e mirëkuptimit, e tolerancës në një shtet laik dhe mirëkuptimit me besimet e tjera fetare. Grupi artistik i medresesë dha një koncert të pasur artistik në ndërtimin e dirigentit Kujtim Alia. Medreseja e Korçës u ndërtua në vitin 2009 me një financim prej 5 milionë euro nga Fondacioni Turk Sema. Ajo ka sot 220 nxënës dhe një staf mjaft të kualifikuar mësuesish.